Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala jami' al-anbiya'i Allahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithëmshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhruar. Paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut të madhruar. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Me ajetin 185 të surës Bakara, Allahu i madhruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Muaji Ramazanit, muaji në të cilin ka zbritur Kurani, që është udhëzues për njerëzit dhe i mbushur me argumente për udhëzim dhe është dallues. Muaji i Allahut është një periudhë e veçantë reflektimi, përkushtimi dhe afrimi me krijuesin fuqiplot. Muaji i Ramazanit është koha kur zemrat zbuten, shpirtrat pastrohen dhe besimtari kërkon më shumë dritë për jetën e tij. Në këtë muaj të bekuar, Kurani zë një vend të veçantë te besimtari dhe është si udhërrëfyes, shërues dhe burim paqeje. Ai nuk është thjesht një libër që lexohet, por një mesazh i shenjtë hyjnor që prekthell zemrën dhe e orienton njeriu drejt së mirës. Kurani i shenjtë ka fuqinë të ndryshojë jetën e atij që e lexon me sinqeritet dhe e zbaton me përkushtim. Kurani e forcon besimin, e ndriçon mendjen dhe e qetëson shpirtin. Në muajin e Ramazanit është muaji i Allahut, lidhja me Kuranin bëhet më e fortë, sepse është koha kur besimtari përpiqet të largohet nga gabimet, të përmirësojë moralin dhe të ndërtojë një jetë më të drejtë dhe më të pastër. Prandaj, reflektimi mbi rolin e Kuranit në jetën tonë gjatë këtij muaji të begat të Ramazanit na ndihmon të kuptojmë se ndryshimi i vërtet fillon nga brenda, fillon nga zemra që e pranon fjalën e Allahut dhe e bën atë udhërrëfyes në çdo hap të jetës. Kurani është i mjaftueshëm për ta ndryshuar jetën tënde në muajin e Allahut, nëse ti mban një lidhje të qëndrueshme, të fortë dhe të thellë me Kuranin. Përveç kësaj, Kurani të siguron furnizimin më të dobishëm për botën e përtejme. Allahu i madhruar në ajetin 29 të surës Fatir thot: me të vërtet, ata që e lexojnë librin e Allahut, e falin namazin dhe japin nga ajo me të cilën i kemi furnizuar fshehtas dhe haptas, ata shpresojnë në një tregti që nuk do të dështojë. Pra është gjithmonë tregti fitimprurse. Dhe kjo është ajo tregtia me Allahun fuqiplot, e cila kurrë nuk ka humbje. Lidhja
e vërtet me Kuranin e shenjtë është e mjaftueshme për të ndryshuar jetën. Sepse lidhja e sinqertë, lidhja e fortë, lidhja e vazhdueshme me Kuranin të dhuron këto gjëra, të cilat ndihmojnë pra në ndryshimin e jetës. E para, lidhja me Kuranin të dhuron bisedë me Allahun fuqiplot. Dhe për këtë, i dashur i zemrave tona, profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali ka thënë: nëse dikush për jush dëshiron të flasë me Zotin e tij, le të lexojë Kuranin. Pra, cili do që dëshiron pra të flasë, të bisedoj me Allahun fuqiplot, le të lexojë Kuranin. Sepse Kurani është fjala e Allahut të madhruar. Lidhja pra me Kuranin fuqiplot të dhuron aftësinë për udhëheqje. Disa mund thotë s'lidhje ka kjo. Këtë na sqaron profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali, i cili dërgoi një delegacion në Yemen dhe caktoi si prijës më të riun prej tyre. Pas disa ditësh, ai nuk u nis dhe njëri i tha: o i dërguar e Allahut, a e bën prijës mbi ne ndërkohë që është më i riu? Profeti i përmendi dijen dhe leximin e tij të Kuranit. Pra ky i ri kishte dijeni për Kuranin, e lexonte Kuranin, ishte i lidhur pra me Kuranin. Dhe ata që janë të lidhur me Kuranin me sinqeritet, ata janë më merituesit për udhëheqje. Së treti, lidhja me Kuranin të ndryshon jetën, sepse kjo lidhje pastron zemrën. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali ka thënë: këto zemra ndryshken ashtu siç ndryshket hekuri. Ati i thanë: o i dërguar i Allahut, cili është pastrimi i tyre, pra pastrimi i zemrave? Ai u tha: leximi i Kuranit. Pra leximi i Kuranit të pastron zemrën, dhe kur zemra është e pastër, njeriu është ndryshe. Njeriu është ndryshe pra nga ana e besimit, nga ana e udhëzimit, sepse ai që ka zemrën e pastër, ai e pranon dritën e besimit, ai e pranon fjalën e Allahut, ai e pranon dritën e udhëzimit. Së katërti, lidhja me Kuranin është për pasurive më të mëdha. Dhe kjo të bën që të ndryshosh jetën tënde. Tu nuk bëhet fjalë për pasuri materiale, por bëhet fjalë për pasuri shpirtërore të shumta, të panumërta. Imam Sadiku, paqja qoftë mbi të, ka thënë: kush e lexon Kuranin është i pasur dhe pas kësaj nuk ka varfëri. Sa madhështore pra kjo thënie. Ai njeri që e lexon Kuranin me sinqeritet, që është i lidhur fort pas Kuranit, ai është njeriu më i pasur, dhe mbi këtë pasuri nuk ka pasuri dhe nuk ka varfëri pas kësaj pasurie. Së pesti, lidhja me Kuranin të ndryshon
jetën, sepse në Kur'an gjenë shoqërimin më të mirë, gjenë ngushëllimin më të madh. Imam Sadiku paqja qoftë ka thënë, kush gjenë shoqëri në leximin e Kuranit, nuk do ta ndjej vetmin nga ndarja me vëllezërit. Pra kushdo që do të praktikojë, nëse je i lidhur me Kuranin, kur nuk do ta ndjesh vetmin. Ndërsa Imam Zainul Abidin paqja qoftë mbi të ka thënë, sikur të vdisnin të gjithë ata që janë në mes të lindjes dhe perëndimit, nuk do të ndihesha i vetmuar përderisa Kurani është me mua. Dhe ai njeri që është gjithmonë me Kuranin, ai njeri është në gradat më të larta. Ai njeri është ndryshe nga të tjerët. Ai njeri është prej të dashurve të Allahut. Ai njeri është më afër Allahut. Ai njeri është njeri i dashur, i respektuar. Është njeri i paqes. Ai njeri që është i lidhur me Kuranin, nuk i bën keq askujt. Ai njeri që është i lidhur pra me Kuranin, vazhdimisht përpiqet që të pasurohet shpirtërisht, me qëllim që t'i bëj dobi në jetën e përtejme. Lidhja e fortë me Kuranin të shlyn mëkatet. I dërguari i Allahut, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: mbahu pas leximit të Kuranit, sepse leximi i tij është shlyerje për mëkatet, mburoj nga zjarri dhe siguri nga dënimi. A ka, më thënë një madhështore, a ka më porosi më të madhe? Mbahu, thot profeti, pas leximit të Kuranit. Çfarë do të gjej? Sikur 10 minuta, një çerek ore, të ulesh, të lexosh një faqe Kurani, gjysmë faqe Kurani, dhe të fitosh sigurin nga dënimi, të jesh i mbrojtur nga zjarri dhe të shlyhen të gjitha mëkatet. Pra, nëse njeriu i shlyhen mëkatet, vallë, a nuk i ka ndryshuar jeta? Nëse njeriu ka arrit të mbrohet nga zjarri i xhehenemit, a nuk është ky një ndryshim i jetës së tij? Padyshim që po. Gjithashtu, profeti ynë i dashur ka thënë, mos e neglizho leximin e Kuranit, sepse Kurani e gjallëron zemrën dhe ndalon nga imoraliteti, e keqja dhe padrejtësia. Dhe ai njeri që qëndron larg imoralitetit, larg padrejtësisë, larg të keqes, ai njeri pra është njeri besimtar i devotshëm, është njeri i nderuar dhe i respektuar si tek Allahu, ashtu edhe tek njerëzit. Dhe kushdo që e ka zemrën e gjallë, atë kur nuk e mashtron djalli, shejtani i mallkuar. Prandaj, gjithmonë të jemi pra të lidhur me Kuranin. E shtata, leximi apo kapja me Kuranin
të jep ndjesinë sikur je në hijen e shpalljes. I dërguari i Allahut, profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi ka thënë: kush e lexon Kur'anin është sikur profecia është vendosur mes dy anëve të tij, përveç se ati nuk i shpallet. Dhe kjo do të thotë sepse ai njeri është shumë i lidhur me Kur'anin, sa që ka atë ndjesinë sikur ati apo atë e ka mbuluar shpallja. Por ati për nuk i zbret, nuk i shpallet pra shpallje. Dhe e teta që cilësia teta, po gjëja e tetë që i dhuron njeriu lidhje me Kur'anin është se ai është nga më të dashurit të dërguari i Allahut sallallahu alaihi wa alihi. Imam Aliu pa që qonë vitë, kur të gjoj zërat e shokëve të tij në xhami, duke lexuar Kur'an, tha: lumë për këta. Ata ishin njerëzit, apo ata janë njerëzit më të dashur për të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wa alihi. Pra, ai njeri pra, që është i lidhur me Kur'anin, që i lexon Kur'anin, që e zbaton Kur'anin, është njeriu më i dashur te i dërguari i Allahut, profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi. Para të gjitha këto që përmendën 8 mirësitë, 8 cilësitë, mjaftojnë për të qenë pra ndryshuese për jetën në atë që është më e mira. Të dashur vëllezër dhe motra, muaji i Allahut, pra muaji i Ramazanit, është një mundësi e artë për të rikthyer me zemër të pastër te Kurani i Shenjtë dhe për ta bërë atë pjesë të përditshmërisë sonë. Ndryshimi që sjell Kurani nuk është i përkohshëm, por është një transformim i thellë që ndikon në mendimet tona, në sjelljen tonë dhe në mënyrën se si e shohim ne jetën. Kurani na mëson durimin, na mëson faljen, na mëson mëshirën, na mëson mirësinë dhe sinqeritetin, duke na udhëzuar drejt një rruge të drejtë dhe të bekuar. Le ta shfrytëzojmë këtë muaj për ta forcuar lidhjen me librin e Allahut, jo vetëm duke lexuar, por duke kuptuar dhe duke zbatuar atë në jetën tonë. Sepse kur zemra lidhet me Kur'anin, jeta ndriçohet me dritën e udhëzimit dhe shpresa ripërtërihet. Prandaj mos e lër Kur'anin vetëm në raft, por vendose në zemrën tënde, në mendjen tënde, në sjelljen tënde, në moralin tënd, dhe të jetë muaji i Allahut, muaji i Ramazanit, fillimi i një ndryshimi të vërtet që e ka piknisjen te Kurani dhe që të jetë i vazhdueshëm gjatë gjithë jetës. Allahu na e ndryshoft jetën me dritën e Kuranit. Allahu na e pranoft agjërimin dhe adhurimin, lutjet, veprat në këtë muaj të bekat të Ramazanit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësitë dhe mëshira Allahu qofshin mbi ju.